mbi një raport që grupi parlamentar I ka drejtuar kryetarit të Kuvendit dhe gjitha ambasadave, silivet ambasadave të vendeve partnere në Shqipëri mbi rolin që ka luajtur opozita në Kuvend gjatë këtyre 6 muajve të parë të legjislaturës së re dhe se si dita ditës nga ana e mazhorancës po bëhet gjithçka për të na pamundsuar rolin ton në Kuvendin e Shqipërisë. Si të gjithë e dim, Shqipëria ndodhet një moment kyç në procesin e integrimit evropian, që duhet shërbejë dhe si një mundësi për të forcuar demokratizimin e institucioneve shqiptare, përfshirë funksionimin demokratik të Kuvendit të Shqipërisë. Për fat keq, kjo vetëm nuk ka ndodhur, por mazhoranca në Kuvend me veprimet dhe mos veprimet e saj, dita ditës po synon asgjësimin e rolit të opozitës në parlament. Raporti për vitin 2025 për Shqipërinë I Komisionit Evropian thekson ndër të tjera se Parlamenti mundi të ushtrojë kompetencat e tij në mënyrë pjesërisht efektive. Polarizimi politik, mungesa e dialogut të vërtet politik dhe përplasjet midis shumicës dhe opozitës ndikuan në veprimtarinë e parlamentit, ndërsa proceset e konsultimit publik mbeten të kufizuara. Parlamenti gjithashtu pengoi mbikëqyrjen efektive ndaj ekzekutivit, ndërkohë që polarizimi dhe politizimi I emrimeve parlamentare në pozita të larta të organeve kushtetuese apo të institucioneve të pavarura të krijuara me ligj mbetet një çështje serioze. Ndërkohë që në një reagim publik të delegacionit të Bashkimit Evropian në datën 24 mars 2026, ndër të tjera nënvizohet se delegacioni I BE-s thekson se opozita ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në parlament dhe në jetën demokratike të vendit. Në përgjigje të këtij detyrimi, edhe në kuadër të procesit të integrimit evropian, grupi parlamentar I Partisë Demokratike, por dhe opozita në tërësi, që në nisje të legjislaturës 11 është angazhuar në mënyrë konstruktive në Kuvendin e Shqipërisë, por dita ditës po na pamundsohet ushtrimi I përgjegjësive tona. Qartësisht, ka një përpjekje për të bashkuar shtetin me parti në pushtet dhe shumicën parlamentare, ku kjo e fundit e trajton parlamentin si një institucion njëpartjak, ku vendimet diktohen jo nga forca arsyes, jo nga përgjegjësia kushtetuese dhe drejtat ligjore të deputetëve, por nga forca e numrave të tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Shumica vazhdon të mohojë deputetëve të opozitës, ushtrimin e drejtave tyre parlamentare, duke I penguar në përmbushjen e detyrave për mbrojtje të interesit publik. Deri më sot, kërkesat tona për mocion me debat, interpelancë me kryeministrin, seanca dëgjimore në komisionet parlamentare, ngritje të komisioneve hetimore janë refuzuar. Nga ana tjetër, propozimet ligjore të deputetëve të opozitës, përfshirë projekt ligje apo amendamente, refuzohen pa asnjë arsyetim, thjesht për faktin se janë propozime të një deputeti të opozitës.